Qyteti Gurtë i Gjirokastrës mbetet një prej destinacioneve më të kërkuara, duke u bërë pjesë e listës së turizmit gjithvjetor në Shqipëri. Pushuesit vendas, por edhe ata të huaj zgjedhin të zbulojnë historinë, trashëgiminë kulturore në Gjirokastër, e cila ofron plot atraksione për grup mosha të ndryshme. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale foto nga Gjirokastra duke e cilësuar një ditë të zakonshme, ku qindra turistë shijojnë këtë qytet, nga pazari karakteristik tek muzet dhe gastronomia e veçantë që ofrojnë restorantet dhe baret. Me vlera të shumta historike, arkitekturore dhe kulturore, qyteti është ndër të parët në vend që është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Simboli më i njohur i qytetit është kalaja e Gjirokastrës, e vendosur mbi një kodër që shkëputet lehtë nga mali i gjerë. Muzeu i luftës së ftohtë, Muzeu i armëve etnografik dhe Muzeu Kadare shërbejnë si qendra për tërheqjen e vizitorëve, por edhe për njohjen e turistëve me vlerat e historisë, traditës dhe figurat e shquara gjirokastrite në vite. Ajo ngrihet në një pozicion strategjik vrojtimi, rreth 370 metra mbi nivelin e detit, duke ofruar një panoramë të gjerë mbi qytetin dhe zonat përreth.